Policia bashkiake ka ndërmarrë një aksion mesditën e së shtunës në Laprak duke larguar shitësit ambulant. Ky aksion i Policisë Bashkiake të Tiranës ka hasur në kundërshtimin e tregtarëve të cilët theksojnë se i kanë paguar të gjitha taksat mini bashkisë. Ndërkohë që kreu i Policisë Bashkiake Zydi Dajti theksoi për Ora News se ky aksion është ndërmarrë nga Policia Bashkiake për të liruar hapësirat publike dhe për rikthimin e tyre në shërbimin e qytetarëve. Dhe këtu konkretisht ne kemi dalë për pastruar komplet tregun. Tash edhe mbas thirrjes që ka bërë kryetari i mini bashkisë së Laprakës, që i ka ftuar të gjithë tregtarët për t'i caktuar në një treg tjetër që e kanë të disponueshëm. Sepse shoh se shumë tregtar janë të pajisur me leje që do të thotë kanë marrë leje një mujore dhe paguajnë taksa. Ndërsa një prej tregtarëve ka pohuar se ka paguar taksat e duhura për të qëndruar në këtë vend dhe se nuk duhet ta largojnë. Ne kërkojmë nga mini bashkia të na gjon një treg të përshtatshëm për ne tregtarët dhe për popullin, se nuk vinë plaka, plesh, fëmijë, nga këtu e dalin ke Zogujzi. Qendra e Laprakës këtu. Të gjon një vend të përshtatshëm për ne si tregtar dhe për familjarët që të bëjmë një treg edhe për ne se ne dalim për cop buks. Shtet jas një gjone nuk na ka plotësuar. Ndërkohë kreu i Policisë Bashkiake ka pranuar se shumë nga tregtarët ambulant janë të pajisur me leje dhe paguajnë taksa për shfrytëzimin e hapësirës publike, por njëkohësisht theksoi se kanë kërkesa nga kryetari i mini bashkisë për ndërhyrjen për largimin e tyre. Ai ka pohuar se për ta do të ofrohet një vend tjetër më i përshtatshëm.